Mirë se keni ardhur në 34 vjetorin e Partisë Socialiste. Partisë më të madhe në vend, e cila e ka dalë në këto 34 vite. Jo vetëm transformoi vetë, jo vetëm tjetë partia më e madhe në vend, por ja ka dalë të shërbejë Shqipërisë me patriotizëm, të transformojë Shqipërinë që në fillimet e para demokracisë, edhe sot, kur jemi kaq pranë Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit të gjithë familjes sonë të madhe për fitoren spektakolare të mandatit tonë të 4. Një detyrim i ri për familjen tonë. Faleminderit çdo socialiste dhe socialist kudo në Shqipëri. Por faleminderit të gjithë atyre që dhanë kontributin për herë të parë nga diaspora. Kudo nga e gjithë bota erdhi mbështetja për Partinë Socialiste, për partinë e drejtuar nga Edi Rama, kryetari jon, i cili na çoi në fitoren tonë 10. Fitore e cila na mbush me besim se jo vetëm do të ndihmojmë për fuqizimin e jetës politike në Shqipëri, por padyshim ky mandat do të jetë mandati i integrimit në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit të gjithëve që jeni sot këtu dhe më lejoni që me duartrokitje të jap fjalën kryetarit të partisë, vizionarit tonë, i arkitektit fitores Partisë Socialiste në gjitha këto vite. Kryetar.